katër shoka në luftë, na katër breza, me thonë na për luftë na ka shku. Babloki babës tim ka qenë në luftë në Yemen, baba babës tim në Pleme, baba im na për Jugosllavi, na për që i kanë tërtëru ato që i kanë morë, si huti pulën, thëmë ka ne. Po, nuk po thëmë shiqir Zotit, po shiqir Zotit që u bon për me rrok pushkën e, për me ditë, për çka jem të luftu, edhe ato... Tre breza tjerë të familjes kanë luftu për me i forcu për andoritet të tjerëve, derisa të ka ardhur rradha aty me luftu për çlirim të vendit tonë. Inkuadrimi ka qenë, dhe me thonën, me plot zemër, për atë arsye sepse okupatori neve na pat okupu. Vetë emri tregon okupator, për na pat okupu shumë ranë, shumë keq, shumë. Për atë arsye sepse ne ishmi këto me shpi deri në Hantelezit, 3-4 herë na ndalke pse shkon, ku shkon, çka merr. Mershmi gjona ndryshme ushqimore për familje, kuj qënë jetë ja quqëkës. Në gjashme, si kërë kanë pas provokim të ato, po ne me gjitha të tërtura nuk jem gjunizu as njëherë. Sepse 4 shoka në luftë, 4 breza, me thonë, na për luftë na ka shku. 4 breza të familjes? Po, të familjes. Baba im, babloki babës tim, ka qenë në luftë në Yemen, baba babës tim në Pleme, baba im na për Jugosllavi, na për që i kanë tërtëru ato që i kanë morë, si huti pulën, thëmë ka ne. Po, nuk po thëmë shiqir Zotit, po shiqir Zotit që u bon për me rrok pushkën e, për me ditë, për çka jem të luftu, edhe ato të mirët kanë luftu, por nuk kanë pas udhëheqësisë që duhet, do me thonë që i ka komandu Jugoslavia. E përmende prej Yemenit, publiku është ndoshta krejti i pa njoftu me këtu ngjarje, tregona se qysh ka ndodhur kjo prej Kosovës me luftu në Yemen. Po, në ato kohë, në atë hershme, i kanë morrën se u kanë thirrë kjo, edhe Osmanlit kanë qenë okupator këto. Do më thonë ka qenë ushtar në kodër për andorisë Osmane? Po, Osmane, po. Edhe ato kanë qenë sikur ka qenë Serbia. Mandej Pleme, edhe jashtë kanë qenë, derisa u nda Jugoslavia prej tine, do më thonë, e Shqipnije të u bon shtete, mandej kanë fillu me morë ushtarna për Jugoslavi, po, atë ka pas fatin baba me shumë tjere salato, edhe ajo kanë pas plagos. Edhe ka qenë invalid i luftës i Jugoslavisë. Po, do me thonën, në komandën të hujve. Po. 3 breza tjerë të familjes kanë luftu për me i forcu për andoritet të tjerëve, derisa të ka ardhur rradha aty me luftu për çlirim të vendit tonë. Po normal edhe ato kanë luftu për qëtë ide që çka është sot, po nuk kanë pas të liri për me... S'ka pas shqiptar që ka komandu dhe më thonë një huj, si për andorin Osmane, si në Turke, si në Jugoslave, po mo tashti shiqir Zotit, patëm njerëz shkollum, njerëz oficerat shqiptar shkollum, gjitha, edhe pom që Jugoslavia e teproj shumë. Shumë e teproj, s'patëm kur shkojmë se luft në kërkur se dënë, se lufta nuk e mirë. Por shiqir Zotit, ja rritëm qëllimet, ranë dëshmorë, ranë viktima, normal, pat zonime, pat gjithë shka që njerëzime, po
Shiqir Zotit, jemi ku jemi këtu, e sa e marrim do ta shohim. Kur ka